Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur Bricia për të bëjmë leximin e radhës për ju. Para se të dua t'ju sqaroj pse mungova një periudhë, një javë, një herë që kam lexuar, do thotë jam operuar dhe sot mund të ulem më mirë, më lehtë dhe prandaj jam këtu duke bërë leximin e fund vitit, ta quajmë, mbylljen së vitit të dashur. Po fillojmë me Asin e Shpatës. Ka qenë një vit i vështirë për ju të dashur. I vështirë, kogje i fortë, por një vit që të ka sjellë momente qartësie. E ke parë të vërtetën ashtu si që është, pa filtra. Ke kuptuar çfarë funksionon dhe çfarë jo. Kush meriton besimin tënd dhe kush vetëm të merr energjinë. Ke letër flet për vendime të pastra, edhe kur kanë qenë shumë të vështira. Nga kjo qartësi kalojmë te mbretëresha e Shpatës, prap Shpata kemi këtu. Këtu shihet mënyra se si ke vepruar. Jo çdo herë ndoshta e ftohtë me logjikë, por me ndjenja. Dhe kjo këtu jeni penalizuar. Kërkon që ta shëtutje mësimin që keni marrë. Të jeni me mendje të ftohtë, me logjikë, duke vendosur kufi, të thuash jo pa u justifikuar dhe të mos marrësh mbi vete gjithçka, gjithë barën. Kjo të bën më të fortë, por edhe më të vetmuar që të mund të reflektosh në disa momente të dashur që janë të shëndetshme, të tërhiqesh dhe të dalësh në lojë, në mejdan, të them ashtu, aty ku duhet, të tërhiqesh, të analizosh dhe prap të futesh në lojë apo të vazhdosh. 8 të shkopive, gjërat kanë filluar të lëvizin. Por viti i ri do marr një, që mos futem tani, se s'po bëjmë leximin e vitit që po vjen, por që një lëvizje të shpejta, vendime, ngjarje, ndryshime që nuk të kanë lënë kohë për të përshtatur ndoshta në situata të reja. Ky ritëm i lartë ka qenë kogje i nevojshëm për ju të dashur briqapër, por edhe lodhës. Ke ecur përpara, por duke shtypur ndonjëherë ndjenjat për të mos u ndalur. Nuk është koha tani dhe pak të bëjmë në këtë mënyrë. Tani. Kjo letër tregon peshën që ke mbajtur gjithë vitin. Jo vetëm punë apo përgjegjësi, por edhe barë emocionale që nuk të ka bërë mirë, absolutisht kjo. Briqap, ke qenë mbajtësi i strukturës për shumë njerëz, për shumë situata. Dhe kjo të ka shtrydhur, do të thosha. Nëse merr këtë barë me vete në vitin që po vjen, ndoshta keni mësuar se me këto çfarë po shikoj është qartësi, është lëvizje përpara, është kjo tregon pak vese, të lidhur. Shko 2 persone janë të lidhur me lloj zinxhiri mes vete, të lidhur mbajtës për diçka. Ke mësuar që barra nuk mirret me vete, nuk egzagjeroj me mendime negative, nga që do të na rëndoj më shumë se sa duhet. Pra, mesazhi të kërkon më shumë përgjegjësi, të kërkon të lehtësosh peshën e mendimeve, vendos kufi real, mos u ndërto suksesin duke u raskapitur me çdo kusht ta fitosh atë betejë, nga që nuk e vlen. Forca nuk është se sa shumë mban, sa shumë duron, por sa zgjuar zgjedh çfarë të mbash dhe çfarë të lësh.